Skënderbeu lindi më 1405 si biri i princit arbëror Gjon Kastrioti, që në fëmijëri jeta e tij përcaktua nga presioni i perandorisë osmane, e cila kërkonte në shtrim të plot nga principatat shqiptare. Pjesë e marrëveshjes politike dhe detyrimeve feudale, Skënderbeu u mor peng dhe u dërgua në oborin osman. U edukua si ushtarak. Shërbim të sultanit, Skënderbeu u dallua për aftësitë të jashtëzakonshme luftarake. Burimet osmane dhe europiane e përmendin si një komandant të Zot që mori titullin Iskenderbej në nderim të Aleksandrit të Madh. Por ndryshe nga sa mendonte sultani, besnikëria e tij ishte e përkohshme. Në vitin 1443, gjatë betejës së Nishit, kundër ushtrive hungareze, Skënderbeu shfrytëzoi rrëmujën e luftës për të shkëputur nga osmanët me një akt të guximshëm diplomatik dhe ushtarak. Ai u kthye në Krujë dhe përmes një dokumenti të falsifikuar mori kontrollin e Kalas. Në 28 nëntor 1443, ai ngriti flamurin me shqiponjën 2 krenar, një akt që shënoi fillimin e rezistencës së organizuar shqiptare. Në vitin 1444, Skënderbeu hiri beslidhjen e Lezhës, ku bashkoi princat shqiptar në një komand të përbashkët ushtarak. Ky ishte një hap thelbësor, sepse për herë të parë, arbëria vepronte si një trup i vetëm, politik dhe ushtarak. Ushtria e tij ishte numerikisht e vogël, por përdorte taktikat guerile, njohje të terrenit dhe goditje të befasishme. Betejat dhe fushatat kryesore të Skënderbeut. Ndër betejat e Skënderbeut vlen të përmenden beteja e Torvionit, në të cilën Skënderbeu, një ushtri prej 10.000 vetësh, ndeshet me një forcë osmane shumë më të madhe. Ai përdori taktika të guximshme dhe fitoi një nga betejat e tij të para të mëdha, duke vendosur reputacionin e tij si komandant strategjik. Mbrojtja e Krujës 1443, 1450 dhe 1450-1466. Skënderbeu pushtoi Krujën dhe e përdori si qendër të rezistencës shqiptare. Sultan Mehmeti sulmoi Krujën 5 herë, por fal fortifikimeve dhe aftësive taktike, Skënderbeu shpalli fitoren në 1447, 1450 dhe 1466. Beteja e Mokrës 1445, një tjetër fitore e rëndësishme kundër ushtrisë osmane, ku Skënderbeu përdori taktika të zgjuara, terreni për të mposhtur një ushtri të madhe. Beteja e Albulenës 1457, një betejë e njohur kundër Hasan Beut, Skënderbeu përdori fortunën e shpejtë dhe sulmet e befasishme për të fituar mbi osmanët. Beteja e Vajkalit kundër Ballaban Baderit, Sultan Murad II dhe më pas Mehmeti II, pushtuesi i Konstantinopolis, e konsideruan Skënderbeun si kërcënim serioz strategjik. Dokumentet osmane flasin për humbje të mëdha dhe frikë reale nga përhapja e kryengritjeve në Ballkan për shkak të shembullit shqiptar. Skënderbeu nuk ishte vetëm luftëtar i madh. Ai mbajti lidhje të vazhdueshme me Vatikanin, Apollonin dhe Venedikun, duke siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare. Papa Piu e konsideronte Skënderbeun mbrojtës të krishtërimit në Ballkan. Megjithatë, lufta ishte e lodhshme. Arbëria u shkatrua ekonomikisht, fshatra të tërë u dogën dhe popullsia u rrallua. Skënderbeu
E dinte që nuk mund ta mposhte përfundimisht Perandorinë Osmane, por qëllimi i tij ishte ta ndalonte, ta lodhte dhe ta mbante larg Evropës perëndimore. Në janar të vitit 1468, Skënderbeu vdiq në Lezhë nga një sëmundje e rëndë. Vdekja e tij përjetua si një tronditje kombëtare. Kronika osmane tregojnë se kur Mehmeti II mori lajmin, thuhet se tha: "Tani Europa dhe Azia janë të mia." Por historia tregon se kjo ishte vetëm pjesërisht e vërtetë. Sepse Skënderbeu ishte rënë pas një trashëgimie që nuk u shua iden e lirisë, rezistencën dhe identitetin shqiptar.